Situata me krizën e ujit në Gostivar po shkon drejt stabilizimit, ndërsa numri i pacientëve me probleme stomaku po shkon në rënje. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski deklaroi se kjo është pasojë e trajtimit të duhur të ujit ditët e fundit, ndërsa siguroi se rrjeti shëndetësor është plotësisht i përgatitur për çdo rrezik potencial. Sipas të dhënave të fundit, numri i pacientëve ka rënë në 71, shifër kjo që është afër me mesataren zakonshme mujore për këtë periudhë në Gostivar. Ministri Klekovski theksoi se fokusi kryesor i ditëve të kaluara ka qenë menaxhimi i fazës akute të epidemisë. Ne bëjmë këtë paget, po s'kemi të bëjë se duhet të tjetën. Shifrat po bien. Numri i fundit është 71 dhe besoj se kjo është mbi të gjitha rezultati ndryshimit të cilësisë së ujit dhe trajtimit të duhur që po i bëhet ujësjellësit. Siç përmirësohet cilësia e ujit, ashtu do të ulet edhe numri i rasteve. I pyetur për rrezikun e mundshëm nga paraqitja e hepatitit A, Klekovski sqaroi se ky rrezik lidhet kryesisht me higjienën personale dhe se është minimal, por konfirmoi se janë siguruar të gjitha testet e nevojshme për detektim të errshëm. Po ashtu, lidhur me hetimet për reagimin e Institutit të Shëndetit Publik, ministri njoftoi se epidemiologët po mbledhin të dhënat dhe se raporti përfundimtar do të publikohet së shpejti. Hepatitot A e bolest në pëljavit të atëse. Ja zvejëm dhe ka Gostivar që njëse... Sa i përket hepatitit A, rreziku ekziston nëse nuk mbahet higjiena personale, por unë besoj se qytetarët e Gostivarit janë në nivelin e duhur. Sidoqoftë, rrjeti shëndetësor është i gatshëm, janë siguruar testet përkatëse dhe po e ndjekim situatën në terren. Deri më sot, fokusi ynë ishte përballja me fazën akute të epidemisë, ndërsa tani po mbledhim të dhëna dhe së shpejti do të kompletohet edhe analiza nga ana e epidemiologëve. Ministria e Shëndetësisë vazhdon të monitorojë nga afër gjendjen në terren deri në sanimin e plotë të problemit me ujë në Gostivar. Sa i përket furnizimit me ujë, autoritetet shëndetësore mbeten në rekomandimet e mëparshme. Uji nga ujësjellësi i qytetit mund të përdoret për higjenë personale, por nuk rekomandohet për pije, përgatitje të ushqimit ose larje të produkteve ushqimore, derisa institucionet kompetente të konfirmojnë se është plotësisht i sigurt për përdorim.